Çështja e përkthimit asesi nuk duhet të shihet si çështje teknike. Çështja e përkthimit pengon realizimin e të drejtave të palëve në procedurë për një gjykim të drejtë. Çështja e përkthimit mund të jetë bazë për të atakuar një vendim, qoftë edhe në gjykatën kushtetuese, dhe kështu që çështja e përkthimit duhet të jetë edhe të konsiderohet edhe nga Këshilli Gjyqësor, edhe nga Këshilli Prokural, por edhe nga vetë Shteti i Kosovës si çështje kruciale dhe çështje shumë e rëndësishme për realizimin e të drejtave të palëve në procedurë. I takon Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokural që të bëj kërkesa në buxhetin e tyre që të kenë buxhet më të madh për të rritur numrin e përkthyesve, kurse gjithsesi Republika e Kosovës duhet të ndajë buxhet më të shtuar për Këshillin Gjyqësor dhe për Këshillin Prokural me qëllim që palëve t'ju mundësohet përkthim, palëve t'ju mundësohet të kuptojnë procedurat në gjuhën e tyre. Hajdari thot se mungesa e përkthimit nuk mund të arsyetohet me mungesë buxheti. Arsyetimi me vite se nuk ka buxhet nuk mund të qëndrojë, sepse siç jemi ndjeni dhe vetë gjykata në Strasburg ka thënë se shkelja e të drejtave të njeriut nuk mund të bëhet nuk mund të arsyetohet për shkak të mungesës mjeteve buxhetore. Iz mog iskustva, da ne bih preterivao, ima određeni broj slučajeva koji su se odlagali baš iz tog razloga što je nedovoljan broj prevodilaca u osnovnom sudu i pratećim ograncima. To je i razlog što bi trebalo koji bi trebao da se reši na državnom nivou, odnosno na nivou Sudskog savjeta Kosova, da se preduzmu mere da se obezbedi veći broj prevodilaca sa edukacijom na nivou licence. Znači, ne ovi obični prevodioci, nego moraju da imaju licencu. Moje mišljenje je da bi bilo neophodno angažovati veći broj prevodilaca s obzirom na broj predmeta i ukazane potrebe za prevodom u predmetima gde su stranke različite nacionalne pripadnosti, čega ima dosta u trenutnoj situaciji. Rešenje bi bilo, znači, angažovati veći broj prevodilaca, ali po mogućnosti da to budu licencirani prevodioci sa kvalitetnim stručnim znanjem poznavanja jezika. Sfidat në përkthim në sistemin gjyqësor në Kosovë vijnë si rezultati një kombinimi faktorësh, ku përveç mungesës së buxhetit, përmendet edhe mungesa e kapaciteteve profesionale. Në anën tjetër, një faktor lidhet edhe me faktin se një pjesë e madhe e përkthyesve që zotërojnë gjuhën serbe dhe terminologjinë juridike janë tashmë në pension ose në një moshë të shtyrë, ndërsa brezat e ri nuk kanë ndjek trajnime ose arsimim të nevojshëm këtë gjuhë dhe si rrjedhoi realisht e dimë që shumica e trive në Kosovë zotërojnë më mirë gjuhë të tjera, por jo edhe serbishtën në nivel profesional, dhe kjo situatë krijon një boshllëk, jo vetëm në aspektin sasior, por mbi të gjitha në atë cilësor, për sa i përket njohjes së terminologjisë ligjore dhe saktësisë në përkthim.